Përshëndetje, po fillojmë intervistën e radhës. Përshëndetje. Profesor Tetova, jemi në prag të ndeshjes me Vllaznin, e cila kryeson kampionatin me 19 pikë. Si e vlerësoni këtë kundërshtar në këtë moment të sezonit? Është një përballje para Egnatia ndodhet në vendin e dytë në fund të fazës së parë. A mund të themi se ky është pozicion që e meriton skuadra juaj sipas ecurisë së deritanishme? Mendoj që kemi pas mundësi të bëjmë më shumë, por përderisa jemi në këtë pozitë, ne kemi merituar. Pas të dhënë diçka më shumë atë janë kënaqur për çfarë. A e konsideroni test karakteri apo vetëm ndeshje për pikë me Vllaznin kryesuese? Siç e thash, është vetëm një ndeshje e javës së A mendoni se kjo përballje direkte do t'ju pozicionojë në krye të renditjes pas javës së 10 të kampionatit? Është pak po kemi do që ne do të fokusohemi personalisht pas për skuadrën time. Ajo që unë mendoj e çuna kemi sa më fokusuar në detyrë, pastaj Vllaznia qëndron më lart se ju për momentin me një pikë më shumë, por ka edhe golavarazh më pozitiv, +8, ka që ju është +4. Çfarë nuk kupton ky komponent për ndeshjen direkte? Ne po themi vërtet më mirë me sulmin më të mirë. Shpresojmë që nesër të bëjmë gola në tabelën. A do të ketë ndryshime në formacion apo strategji duke ju përshtatur cilësive të kundërshtarit krahasuar me javët e fundit? Normalisht nuk është se unë ndryshoj shumë pas kundërshtarit, por Skuadra juaj është një nga më të vlerësuarat për lojën moderne dhe disiplinën taktike. Cili është sekreti i kësaj vazhdimësie? Tani pak të një match që momentin që ti përdo lojtarëve se si do të Faza e dytë hapet me këtë përballje që thot shumë për kreun e superiores. Cilat janë 3 gjëra pozitive që do të merrni si bazë për fazën e dytë të kampionatit? Mendoj që do të ruajtur shumë ekuilibrin. Po aspekti që kërkon më shumë përmirësim tek Egnatia, cili është? Faleminderit.